Pranverë në dhomat e bardha. Kur gjakfillja kthehej nga truri im në pulsin e monitorit, të gjithë tingujt ishin të mbytura në një lloj vaji të trash. Nga kjo lagështie e vdekur dëgjoja dy zëra, jo fjalët e tyre, por tingujt e tyre. Mjeku dhe mjekeshja që ishin caktuar të mbikëqyrnin fundin tim, doktor Leo dhe doktor Elena. Në kufirin midis gjallës dhe së vdekuri, dëgjova lëvizjen e tyre rreth shtratit tim të metaleve. Dëgjova heshtjen e tyre të rëndë, të ngopur me diçka tjetër, jo me fatin tim. Pastaj, kur u larguan dritat e aparateve me sytë e mi të mbyllur, kur pulsi u bë një vije drejt në ekran dhe unë u ndava nga trupi im si një flutur nga një kërcell i thyer, atëherë pash. Isha ende në dhomë, por tani si një vëzhgues i padukshëm, trupi im ishte një guacke zbrazët në shtrat me sy të hapur dhe të paqëndrueshëm, duke shikuar në tavanin e bardhë, dhe ata në cepin e dhomës së urgjencës, ndërsa monitori u lëriste alarmin e vdekjes sime, po bënin dashuri. Jo me urgjencë të egër, jo me pasion të përbindshëm, por me një butësi të çuditshme, të trishtuar, si dy bim që ngjiten njëra tek tjetra për të gjetur dritë në një pyll të errët. Veshkat e mjekeshës mbi shpatullët e tij të gjera, dorën e tij që sapo kishte provuar të rikthej jetën në trupin tim, tani duke rrëshqitur me një respekt të habitshëm përgjatë shpinës së saj. Më falni, përshpëriti ajo. Fytyra e saj e heshtur në qafën e tij. Nuk ka pse të kërkosh falje, u përgjegj ai, duke e përqafuar më fort. Jo për këtë. Ndërsa trupi im i vdekur qëndronte i ekspozuar në shtrat, ata vazhduan në atë këmbim të heshtur, si një lutje e çrregullt, një ritual i çuditshëm kundër vdekjes që sapo kishte kaluar në përdhom. Pastaj, si me një marrëveshje të pashprehur, u ndan. Doktor Elena drejtoi sytë e saj të lagur nga lotët drejt trupit tim. Do ta informojnë familjen, tha zëri i saj i qetë, tashmë profesionist. Doktor Leo drejtua drejt monitorit dhe fiki alarmin. Heshtja e papritur që ndoqi ishte më e tmerrshme se çdo ulërim. Vun dorën në dorë për një çast të shkurtër, një ngrohtësi e fundit e ndarë para se të ktheheshin në rolet e tyre. Mjekeshja e drejtoi sytë tek unë, jo tek trupi im, por drejt vendit kur u ndjeva se rria si dikush që e ndjen praninë e dikujt tjetër në një dhomë të errët. Ishim gjithmonë këtu, përshpëriti ajo, dhe unë nuk e dija nëse i fliste mjekut, vetes apo mbarës. Ata pastruan gjurmët e tyre me kujdes. Doktor Elena mbylli sytë e mi me gishta të dridhur. Doktor Leo e mbuloi trupin tim me një çarshaf të pastër. Punuan si një orkestër e përsosur, çdo lëvizje e tyre një melodi e njohur për ta, e praktikuar në dhomat e vdekjes së shumta. Para se të dilnin për të pranuar familjen time, në korridor ndaluan në prag, pa fjalë, si dy pemë të thyera nga e njëjtë fortunë, por unë kuptova diçka, ndërsa drita e korridorit përplasi figurat e tyre në pragun e dhomës së vdekjes. Dashuria e tyre nuk ishte një shkelje, ishte një kujtim i atij që ata kishin humbur në dhomat e tyre të bardha, aftësinë për të prekur pa arsye, për të dashur pa urgjencë, për të ekzistuar jashtë kohës që shënon monitori. Duke u dashuruar pranë trupit tim të ftohtë, ata po kujtonin se ishin gjallë. Familja ime hyri me lot dhe britma. Unë rria aty i padukshëm, duke parë si nëna ime u përmbajt në krahët e babait tim. Një ngjitje gjallë dhe e dhimbshme, një pasqyrë e çuditshme e asaj që kisha parë pak minuta më parë. Kur të gjithë u larguan dhe trupi im i vetëm në dhomën e zbrazët, dridhja e fundit e vetëdijesime filloi të shuhej. Por para se të shuhesha plotësisht, pash dy figura në prag. Ata nuk hynë brenda, vetëm qëndruan aty dorë më dorë, duke parë në dhomën e zbrazët ku unë kisha lënë fundin e shkurtër të historisë sime.
Dhe ndërsa drita ime u fik, mendimi im i fundit ishte: në dhomën ku vdisha, dy njerëz bën dashuri. Dhe kjo nuk ishte një profanim, ishte thjesht një tjetër formë e kujdesit, një mënyrë për të kujtuar njëri tjetrin se ndërsa një histori mbaron, një tjetër vazhdon të jetojë, të dhembë, të preket, edhe në hijen e vdekjes, edhe në dritën e ftohtë të fluoreshentëve, edhe në heshtjen që vjen pas alarmit të fundit. Dhe kjo më duket ishte më e çuditshmja prej së gjithave, të vdesësh dhe të kuptosh se jeta e papërshtatshme, e çrregullt, e bukur, vazhdon të kthehet përreth të vdekurve, si bima e kaputur që vazhdon të kërkojë diell.